Qenë dikun data 7/7/2023, o majtë grupi koordinus, edhe kemi folë, kemi marrë hapat, rekomandimet, kemi marrë vesh se çka do të bëjmë. Me njëherë mas një javë, me 13 shtatit, ka ardhur vendimi i policisë, i cili thot i ullet shkalla e rrezikshmërisë për lartës në tolë. Derisa është shumë e rëndësishme, derisa ne kemi qenë të trajtuar rastin, sepse kjo është rasti nuk trajtohet për 3 ditë edhe një, por ka qenë muaj vet. Derisa ne kemi qenë duke trajtuar rastin, debati i mbrëmshëm, mbrana qendrës për punë sociale, mbrana 3 njësive edhe ekspertëve, që ata që kemi pas mbrana, edhe kemi mëftuar edhe për jashtë shumë herë për kraj, edhe për qendrës shëndetit mendor, edhe për psikologëve të njohur eminent, të cilët fatmirësisht nuk kanë përgjigj shumë mirë. Një prej debateve ka qenë që të iniciuohet procedura e marrjes së drejtës prindërore të këtyre prindërve. Edhe derisa ne kemi diskutuar në këtë aspekt që të nisëm procedurën sa është halanës trehimore, po bëhet vlerësimi i rrezikshmërisë, shkallës së rrezikshmërisë, edhe ka qenë dikun data 7/7/2023, o majtë grupi koordinus, edhe kemi folë, kemi marrë hapat, rekomandimet, kemi marrë vesh se çka do të bëjmë. Me njëherë mas një javë, me 13 shtatit, ka ardhur vendimi i policisë, i cili thot i ullet shkalla e rrezikshmërisë për lartës në tolë. Çka nuk kupton? Sipas standardeve dhe procedurave, nëse ullet shkalla e rrezikut në tolë, ajo mund të vendosë trehimore edhe në familje sepse nuk ka më rrezik. Edhe ne kemi marrë një situatë ku më reagu prapë publikisht edhe përmes email-it zyrtar. Pastaj ka qenë edhe një takim e përmena merret mes komunës edhe ministrisë, edhe kjo ka ndikuar që me 28 shtati tonë të jap dorëheqjen nga pozita e drejtorit, sepse kom pa që kanë ndërhyrje involvim, edhe kom hap rrugë, që shtojnë këta Shqipni hap krah. Hapa rrugë edhe vazhdoni, sepse nëse ndërhyjnë në menaxhem, edhe sot mendoj që edhe atëherë duhet mu inicu procedura e marrjes së drejtës prindore, edhe sot duhet iniciuohet procedura e marrjes së drejtës prindore, sepse është dështim total i familjes, e cila nuk ka mundësi, nuk ka aftësi, mu kujdes për këtë.